Po dëgjoni Wake Up, ora është 9:09 minuta, po tani do të flasim për dashurin, në fakt për Lelizir d'Amore, me qenë se jemi edhe pak në Shën Valentin, është rikthehet I plot pas 14 vitesh në Teatrin Kombëtar të Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor. Pra, do të flasim sot me Enkelejda Kamani, soprano, dhe Gëzim Mishketa, bariton. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Wake Up. Përshëndetje. Është kënaqësi t'ju dëgjosh një herë me zëra tuaj. Dy zëra. Edhe kur jeni duke folur, jo vetëm kur jeni, po dy ndër më të mirët, edhe përfaqësues të jashtëzakonshëm të skenës shqiptare të muzikës klasike, Gëzim Mishketa, Enkelejda Kamani sot. Po mbas 14 vjetësh, vepra e Donicetit rikthehet e plot në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Na tregoni pak për rëndësinë e Lelizir d'Amore. Çfarë është kjo për publikun që nuk është informuar, edhe çfarë pritet që të dëgjojnë kur të vinë t'ju shohin në skenën e teatrit? Lelizir d'Amore është një opera komike, repertorit italian, në mendimin dhe gjykimin tim një nga kryeveprat e operës komike italiane. Është një opera shumë ngjyrshe, dinamike, I ka të gjitha ngjyrat brenda, ka sensibilitetin, ka capricciosa, ka shfrytëzante, është, por ka edhe atë ndjenjën e fortë të dashurisë së vërtet në fund, kështu që I ka të gjitha komponentet dhe elementet për që një kryevepër. Kështu që jam shumë e lumtur që vihet në Shqipëri pas 14 viteve e plot dhe jam e bindur që publiku do ta shijojë pafund këtë vepër. Çfarë Gëzim? Jo, po shija vetëm. Se ndonjëherë bëhesh aq karagjos në skenë, por nuk e kupton se sa karagjos bëhesh vetëm kur e shef pastaj aty dhe pastaj exageru pak, po me Elizirin shkojnë këto gjëra. Ti e ke kënduar para 21 vitesh. Pra na trego pak për emocionet e këtij rikthimi. Ka qenë padyshim 21 vite më parë kam kënduar Elizirin në Teatrin të Operës, kam marrë edhe më herët. Por si them, ka qenë një vepër që më ka dhënë shumë fat. Imagjino që në atë Elizir të 21 viteve më përpara mirënin pjesë gati si debutant, Sajmir Pirgu, Ermonela Jaho, unë e tjerë kolegë shumë të mirë, kështu që është gur mirë goxha Eliziri. Ja kemi la nuova Stella adesso. Bella, brava. Ta thashë do të shkojmë pak. Me cilën kam pas edhe kënaqësinë me Enkin, bëjmë Traviatën në Francë, është një artiste jashtëzakonshme, shoqe shumë e mirë. Edhe jemi sinqerisht një grup, jemi bërë një grup fantastik, le të themi, dhe për publikun kjo ka shumë interes, sepse modestimën jam përveç në të dy, aty ka një grup që Galeano Salas vjen I freskën nga La Scala, nga Rigoletto, Davide Luciano vjen I freskën nga Elizir, vepra të tjera të rëndësishme nga Opera Zyriu, nga Metropolitani New York, dhe të kesh një grup të tillë njerëzish dhe artistësh që do t'i dedikohen publikut shqiptar, them që është një rast për të mos më humbur. Po, edhe ti e thua mjaft mirë që është një rast për të mos u humbur, kjo nuk ka si dyshime, prandaj ne donim që ta bënim këtë bisedë me ju sot në fillim të kësaj jave kur publiku do të mundet që t'ju shohë, t'ju dëgjojë në skenë të gjithë juve si grup. Sepse ka ngelur biletat e fundit me informacionet që kam. Ju e përmendët pak skena në Francë, skena në Itali, skena në Belgjik, skena në Gjermani, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kudo në botë. Po si është për ju që tani këto skena I prekni rregullisht, të ngjiteni në atë skenën e parë të madhe për ju, se mund të përfitojë karrierën tuaj nga të vegjël kur jeni ngjitur atje, të vini prapë tek publiku shqiptar. Çfarë bën të veçantë për një artist që prek gjithë botën që të vinë në shtëpi? Shiko Blendi, më duket sikur kam ikur dje, por vetëm kur u riktheva tani kuptoj që kanë kaluar 9 vite që nga opera fundi që un kam bërë në teatrin e Operës dhe Baletit. Jam rikthyer sigurisht për Marie Krajën, por ajo është një gjë tjetër. Për të bërë një produksion të vërtet kanë kaluar tashmë 9 vite. Duhet jem e sinqert, provoj një emocion ndryshe, shumë më të fortë. Ndoshta sepse më kujtohet se si ka filluar gjithçka, gjitha sakrificat e fillimit, aty ku vërtet nuk e dinim se çfarë drejtimi do merrte
rrugtimi ynë. Kështu që dhe është ndoshta edhe një përgjegjësi tjetër kur kthehesh në Shqipëri, por mendoj që publiku jonë është shumë mikpritës dhe dashamirës. Unë e ndjej këtë energji dhe mezi pres që tipin skenë, por shumë emocionuar jam, më shumë se që jam në skenat botërore. Toj. Edhe përgjithësia, domethënë duke bërë kaq publicitet dhe emrat, atëherë publiku donë edhe veprën. Kështu që jemi të sigurt që edhe nuk do të zgënjehet dhe do të jetë me të vërtet fantastike. Skenat janë fantastike, kostumet janë ex novo, është një produksion i ri i teatrit Operës Baletit me regji të Riccardo Canesës, një maestro italian i tradicionit tepër i mirë dhe i vlerësuar, me cilin Enki ka bërë realizimin në Salerno. Skenat edhe kostumet Alfredo Torrizit, një tjetër emër shumë i mirë, kështu që janë gjithë komponentët dhe duhet të shkoj patjetër shkëlqyeshëm. Le të ndalemi pak edhe te rolet. Enkelida, ti vjen në skenën Pekun e Adina. Na thuaj më shumë rreth këtij roli, ti hym pak më shumë thellë. Po Adina është një vajzë re, bukur, e zgjuar, kapriçoze, është ajo vajza një çik më ndjemadhe, le të themi e fshatit, me të cilën Nemorino është e dashuruar marrësisht, por ajo në fillim nuk ja vë shumë re, ndoshta ka të tjera aspektative dhe synime. Po. Nuk ja varr shumë. Por Nemorino nuk rresht absolutisht. Ajo sigurisht vazhdon me jetën dhe punët e saj. Më pas vjen, po bëj një rezume, përgjithësisht më pas vjen Dulcamara, i cili është një sharlatan. Zeqo Pilafi, një doktor që shet ujin për që mundohet të shes një elizir damore dhe Nemorino i dëshpëruar për këtë fakt, do patjetër që të ketë elizir për të bërë për vete Adinën. Adina dhe në këtë pikë nuk është interesuar. Më pas vjen Belkore, një rreshter i zonës, aty dhe do që të bëj mendon që mund të bëj për vete të gjitha vajzat, por gjithashtu dhe Adinën, por Adina në këtë rast e përdor një çik për të bërë xheloz, le të themi Nemorinon. Por Nemorino sigurisht nuk ndalon me kaq, vetëm ka një moment që thot u lodha tani nuk mundem më, dhe Adina aty thot një sekond, tani interesin. Po, besoj që e fillon e binde. Nemorino fillon e binde dhe ajo e beson në ndjenjat e tij të vërteta, në dashurinë e tij të vërtetë dhe ka një fund të lumtur. Sepse sekreti është që Nemorino i kërkon Elizirin Dulcamaras. Dulcamara e ka shitur gjithë Elizirin, merr një shishe verë dhe i thot ky është Eliziri. Nemorino është aq dedes, si mund ta them, nuk e di, pak i mefshtë dhe pin gjithë shishe që të dashurohet sa më shpejt dhe merr guxim dhe e shpreh dashurinë dhe Adina superzohet në fund visero felice contenti. Felice contenti. Më shumë duhet vini në teatr që të shihni. Jo, patjetër. Jo, patjetër, por për të pasur pak atë ngacmimin e këtyre historirave. Shiko, un kam pasur edhe fatin kur kemi qenë bashkë në prezantimin e Marie Krajës. Ti ke pasur edhe për të kënduar atje gjëra dhe kam qenë afër këtyre artistëve në skenën e operës. Ajo që më bën përshtypje është se është një kombinim shumë i bukur. Edhe di për shembull që gëzimin edhe herët që e kam ndjekur e shijoni jashtëzakonisht shumë atë rol. Dhe ka një element sportiv për shembull, sepse ai zëri, ato nota që duhen arritur atje kërkon një përpjekje, nuk është një gjë që mund ta bëj gjithkusht ai shkollaj, as si në muzikën e lehtë, me thënë drejtën, pa asnjë lloj snobizmi asaj, por që është realisht është një sforco humane për të arritur ato nota, po në opera pastaj ka dhe një element filmik, po quaj teatral. Pra ti duhet ti luash të role, duhet të aktrosh, jo vetëm të këndosh. Opera është teatri në muzikë. Eksakt. Mendoj që jam më komplekse dhe më e kompletuar e artit opera, sepse ti nuk jo vetëm këndon, ti duhet patjetër të jesh një aktor, një interpretues, dhe kur interpretoj Adinën nuk mendoj shumë për Enkelida, mendoj për personazhin. Sigurisht unë vë nga vetja ime në personazh, por nuk jam Enkelida, jam Adina, kështu që e ndjen që si e Enkelida, del nga vetja si thua. Ka disa që nuk jam absolutisht unë. Por duhet ta bëj, duhet ta interpretoj. Çfarë ti gëzim në opera? Gëzim, se në Durrësit. Në Durrësit nuk kemi, Gëzimo. Çam atëherë, publiku shqiptar është shtëpia jote. Është si të jesh në një darkë duke dhe ke parasysh që Ton Hak na këndoi çik je më emocionuar se sa kur je në skenë të madhe. Patjetër. Kurse personazhi Dulcamarës faktikisht ma Aulon Naçin, që është drejtori i operës, të cilin edhe falenderojmë për ftesën, patjetër.
bisedoj për këto rolet e mëdha që bëjnë në kohët e fundit, Nabucco, Macbeth, thash të lutem, a ka mundësi të vi për një gjë që të bëj qef? Jo në kuptimin që nuk do punoj, unë patjetër do punoj dhe komedia ka vështirësitë e veta, okay? Po dua të vi një herë edhe të qeshim pak, kështu që targetohesh. Kështu që unë kësaj radhe, si që dhe enke e din, i frymëzuar edhe nga Toto, sepse personazhi im merr shumë nga personazhi Toto, stash regjizor ish italian, vendodhja e Elizirit është në një Amalfi diku pranë ndetit me varka, me peshkatare e tjerë, ndryshe nga origjinali, edhe unë frymëzohem nga Toto edhe Aldo Fabrizi. Kështu që gëzimi shketa kësaj radhe do jetë pa fre, nga ana skenike të paktën. Ato përshtypjet e kolegëve dhe të njerëzve janë shumë ezilarante, domethënë, edhe do të jetë shumë nice, sepse është një personazh që të jep 1 milion mundësi që të bësh të qeshësh, të mendosh etj. Është teatro, domethënë për rolin e Dulkamarës mbase është personazhi më teatral nga të gjithë, sepse i tillë është i shkruar për nga teksti, batutat që ka, recitativet etj. Do të jetë shumë interesant. Bukuri. Tani, ju ngjiteni na sqaroni pak për datat kur do të jeni në skenë edhe për të tërë shfaqjen edhe kur po themi këngëtarët e tjerë që janë dy kaste. Po. Dhe nga data 11 deri në 14 do jenë 4 shfaqjet edhe 4 datat e Elizirit. 11, 12, 13, 14 finalizohet në ditën e dashurisë. Një histori e tillë meriton të finalizojë në ditën e të dashuruarve. Super. Dhe ju keni dhe në Elizir ka dhe një duet midis jush. Patjetër, po. 2 duete. 2 duete. Një i vogël që është Larina Gondoliera, il senator Tredenti, edhe pjesa tjetër pastaj në fund që ai kur shef në Morinon që gjithë vajzat e fshatit e dashurojnë, por ka një rreng sepse në Morinon ndërkohë është bërë më i pasur i krajinës, sepse i ka vdekur një xhaxhaj i cili ka lënë miliona dhe miliona. Vajzat që injoronin po e rrëmbën dhe aty Adina bëhet xheloze dhe thotë tash po marun. Edhe është edhe një duet aty që thotë don t'i shesi edhe Adinës, pastaj Elizirin doktori, kurse Adina është pak më zgjuar. Është Elizir vet. A është një shfaqje që do ta bëj publikun të besoj më shumë në dashuri? Ka një ndikim dashurie? Shpresojmë që të lindin gjëra, në qoftë se janë kështu në embrion ose në punë sipër, ky Elizir t'i japin një shpës që ata që nuk kanë guximin të shprehen ta bëjnë këtë gjë, pse jo? Jo, pse po mendoj tani për një djalë që do që ti bëj përshtypje një vajze ku ka më bukur, se surpriza është 2 bileta për në opera, për shkakun për një opera ku flitet edhe këndohet për dashurinë atje. Pastaj do duket edhe më i rafinuar si tip edhe më. Opera jon ka shumë ndryshime. Un jam i lashtë pak, domethënë në kuptimin që nuk jam shumë i vjetër, 43 vjeç, po un kam filluar që 20 vjeç rolet e para, 20-21. Edhe kur mendoj 21 vjetër përpara është shumë. Edhe pak a shumë i kam parë gjithë etapat e teatrit operës dhe ka një ndryshim kolosal, i cili nuk vazhdon, ka filluar 1 muaj ose 2 muaj përpara, është një tip, le të themi, rrugtimi. Ne dikur vendosim ato fungjet, ato kërpurdhat e ngrohjes në sallë. Sot salla është super moderne, publiku vjen super i veshur, bukur, është bërë një appuntamento mondano, një takim mondan, dalin gjatë pauzës pinë diçka, domethënë, kështu që të ftosh me të vërtet edhe një mike, edhe një është gjë shumë e bukur në opera. Është një takim absolutisht elegante. Po. Do ishte, unë ju a bëj këtë kërkesë vetëm në tentativë, nëse ju mund të kapnit një gjë. E di që është herët edhe ju të këndoni. Unë jam shumë basu profondo. Edhe të thash herë në fundit që kam ardhë, herë në fundit që jam zgjuar ka qerët, ka qenë për wake up. Se në sonde në darkë kemi edhe provën generale. Kështu që ndoshta duhet të ruajmë pak zërin. Okej, mirë. Nuk po ju, nëse il mio non più rigor fa felice un senator. Eccellenza troppo onor far felice un senator.
Për një moment nëse regjia ndihmon me castin e plot për të lexuar emrat e artistëve, pra Lelisir Damore do të jetë në skenën e teatrit kombëtar të operës së baletit nga data 11 deri në datën 14, Keleda Kamani, Nina Muho, Galeano Salas, Matteo Mezzaro, Davide Luciano, Artur Vera, Gëzim Yshketa që kemi këtu në studio, Matteo Dapolito, Anna Tafani dhe Grace Shametaj. Shpresoj që nuk masakrova ndonjë emër, por bravissimo, bravo. Anche le doppie. Lusso. Shkëlqyeshëm, shumë faleminderit për kohën sot, shumë suksese, jeni të jashtëzakonshëm. Faleminderit. Shumë suksese. Patjetër, do të jemi me dorë mos atje.